Përjetojmë një periudhë trazie gjeopolitike, të themi kështu. Një vend si Shqipëria, si përballet me këtë? Dëgjoni, kur jeni aq i vogël sa Shqipëria, nga njëra anë të duhet të përballosh atë çfarë duhet, por nga ana tjetër je edhe i relaksuar sepse nuk mund të ndryshosh asgjë, qoftë për keq apo për mirë, kështu që çfarë do të vi, le të vi. Po, ne jemi antar të NATO-s. Po, sidoqoftë, nuk është se ne vendosim shumë çka atje. Kur NATO-ja bën diçka të mirë, si për shembull çlirimi i Kosovës, ne themi kemi bërë një gjë të shkëlqyer. Kur NATO-ja bën diçka të keqe, si për shembull largimi nga Afganistani ashtu siç e bën, ne themi është faj i tyre. Sepse të mëdhenjt marrin fajin, të vegjëlit mund të marrin edhe ndonjë merit kur është për t'u marrë. Megjithatë, keni ndjesinë që Ballkani është një lagje e harruar në këtë peizazh? Jo, nuk mendoj që Ballkani është i harruar. Kam ndjesinë që jemi në kohët më të mira. Për të qenë shumë të qartë, Ballkani Perëndimor, jemi në kohën më të mirë, nuk kemi qenë kurrë më pranë Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian nuk ka qenë kurrë kaq i vetëdijshëm për rëndësinë tonë në të gjithë gjeopeizazhin gjeopolitik. Kemi shumë vizibilitet më tepër pranë shumë mënyra. Gjatë dekadës së fundit është bërë normale, por s'ka qenë as pak normale që të flisnim dhe të bashkëpunonim me njëri tjetrin. Dua t'ju kujtoj se jemi ulur të 6 udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor rreth të njëjtës tryezë vetëm në 2014 në Berlin për herë të parë në histori. Kështu që jo, nuk jemi të harruar. Jemi në kohën më të mirë që kemi jetuar. Por më kujtohet që radhën e kaluar ju i kërkuat presidentit Trump, më kujtohet shkurtin e kaluar, mbajtet një fjalë ku i kërkuat që ai të përfshihet në disa prej konflikteve që po ndodhin. Po, pata privilegjin të isha me presidentin Trump në ditën e themelimit të Bordit të Paqes dhe i thash diçka që e kam shumë për zemër dhe ka të bëjë me drejtësinë ndërkombëtare dhe konkretisht me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë që është krijuar mbështetur në një raport fantazish i sponsorizuar nga rusët, nga delegacioni i Vladimir Putinit në Këshillin e Europës, që mbështeste një mocion për të hetuar të ashtu quajturat krimet ushtrisë qytetare të Kosovës dhe specifikisht trafikim të organeve njerëzore. Gjykata u ngrit për ta kthyer këtë raport fantazish në një proces kundër udhëheqësve dhe morën nga zyra një president që ishte aktiv në detyrë dhe e sollën në Hag dhe e burgosën përpara një akuze zyrtare. Dhe kryetarin e parlamentit po ashtu. Dhe më pas i gjithë procesi u kthye në diçka krejt tjetër, pra nuk ishte ndodhur asnjë trafikim i organeve njerëzore dhe praktikisht akuzohen se kanë udhëhequr rebelimin kundër pushtuesve dhe që kanë bashkëpunuar me NATO-n. Ky është thelbi praktikisht. I thash presidentit Trump që kjo është diçka të cilën ai duhet ta di dhe
me shpresë tek e cila mund të ndërhyjë. A keni marrë ndonjë përgjigje? Nuk më ka informuar ende. Po ka qenë shumë i zënë Mahamandja.